Mirdita. Edi Rama ka zgjedh heshtjen dhe mashtrimin për të mbuluar dështimin e tij të plot dhe total në ndryshimin e raportit fatal për zgjedhjet parlamentare të 11 majit të vëzhguesve ndërkombëtar. Siç kisha paralajmëruar, siç kisha paraqitur dokumenta zyrtare që faktonin ndërhyrjet brutale të qeverisë shqiptare pranë institucioneve të vëzhgimit dhe direkt vëzhguesve ndërkombëtar për të ndryshuar termat e përdorura në raportin e tyre kundër përzgjedhjet e 11 majit, janë bërë përpjekje të cilat me kënaqësi të madhe u them shqiptarëve se patën zero efekt. Është në meritën më të madhe të institucioneve që vëzhguan zgjedhjet, që i qëndruan fjalë për fjalë të gjitha konstatimeve që faktojnë një farsë të vërtet elektorale në 11 maj. Raporti përfundimtar mbështet plotësisht tezat e raportit paraprak se në zgjedhjet e 11 majit u shkelën parime themelore të zgjedhjeve ndërkombëtare për zgjedhjet të mishruara në Kartën e Kopenhagenit, në platformën e Këshillit të Europës për zgjedhje, në Kodin e Venecias, në dokumentat më serioze ndërkombëtare për zgjedhjet. Ato faktojnë se kodi zgjedhor në nenet e tij për përcaktimin e rregullave të fushatave elektorale u thye 4500 herë me evente të ndaluara gjatë fushatës para dhe gjatë fushatës elektorale. 4500 ngjarje që po t'i llogarisish përbëjnë një shumë prej 10 dhe 100 milion eurosh, të përdorura këto ngjarje vetëm për ndikuar votën e qytetarëve shqiptar, gjerë ditën e fundit 7 milion euro për organizatën e private të Giro d'Italia. Edi Rama paturpsisht ju drejtoi pyetjen duke menduar se do t'i tremte. Ku i keni faktet për ato që keni shkruar? Igliasani e keni parasysh letrën e tij kërcënuese që e mohoni. Po në raportin që unë shpresoj të mos jetë fake, të jetë real, që është vendosur në internet, rezulton
se s'është hequr asnjë presje. Asnjë presje. Aty faktohet se në kundërshtim me parimet ndërkombëtare, Edi Rama ka shtruar punojësit e administratës dhe zyrtarët në patron të urryer të shqiptarëve për votën. Aty faktohet se janë përdorur bonuse për votën, dhurat për votën 100 euro, pensionistët. Faktohet se janë përdorur falja e gjobave 200 milion për votë. Faktohet se janë dhanë 138 licenca për 28.000 hektar tokë mjell kanabis. Çfarë ndodhi atje? Normal. Pra, faktohet se u dhanë 500 milion euro prokurime në kundërshtim me ligjin për të ble vota. Faktohet përdorimi i punësimit përkohshëm në mira raste për të ble vota. Faktohet terrori mbi punojësit e administratës për të votuar. Faktohen pra gjitha mënyrat për të kontrolluar vullnetin e qytetarëve për votë. Në raport lexoni një frazë, lexojeni. Po të mos bënin këto, thotë, këto zgjedhje do ishin më afër zgjedhjeve të lira. Pra janë në Siberi krahasuar me distancën tani. S'janë kërkum. S'janë kërkum. Janë zgjedhje fars. Faktohen angazhimi në një sëri qytetësh të karteleve të drogës dhe bandave për të rrëmbyer votën. Faktohet qëndrimi antiligjor në raport me ankesat. Angazhimi të gjitha resurseve të administratës një lloj si në parti shtetë. U shuan, thot raporti, linjat e ndarjes partisë nga shteti dhe pushteti. Vetëm ky moment është i mjaftueshëm ky element për të gjithë ata që kanë kulturën minimale elektorale, për të kuptuar që zgjedhjet ishin një farsë. Në kushtet e partisë shtet, kur nuk mund të ketë zgjedhje tjera përveç se farsë. Nuk ka. Faktohet, pra, se Edi Rama, se Shqipëria është një diktaturë autoritare, që kontrollon votën e shqiptarëve. Si të shifni, shqiptarët bazuar në këtë raport kanë detyrimin madhor të ngrihen për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ju konstatoni që parlamenti dal nga zgjedhjet e 11 majit është parlamenti më armiqësor ndaj shqiptarëve në historinë 32 vjeçare. Është parlamenti që miratoi qeverinë dhe programin e saj për 28 minuta. Është parlamenti që
që shkelmon ligje dhe kushtetut për të mbyllë sesionin seansat pa diskutime. Është parlamenti në cilin refuzohen interpelancat nga kryeministri, në cilin refuzohen komisionet hetimore për kryeministri. Është parlamenti që po firmos fundin e tij të turpshëm. Faktikisht vdekjen e tij. Riktheu një pak në komisionet parlamentare, se si drejtuesit e socialistë të këtyre komisioneve qëndronin para Troplinëve, para Altin Troplinit dhe të tjerëve, më falni për shprehjen, po sikur të ishin mbushur plot nga frika. Merrin shihni prap, se si për çdo fjalë kërkonin të përgjigjeshin vetë, mos i dinin ata se s'dinin përgjigjeshin. Jo, shihni sekuenzat se flasin vetë ato, s'ka nevojë. Absolutisht. E them me dhimbje të madhe. E them me dhimbje të madhe. Ja po kështu, ja po ashtu, ja po e patë që nuk duan të lejojnë të pyetën. Shikoni çfarë, po sigurisht, sepse nga Peleshi e poshtë të gjithë kanë dosjet. Dhe parlamenti urdhon Troplini. Tani thonë, jo, deputet nuk du të bëjnë pyetje. Vetë. Po t'i bëjnë me shkrim, që në çdo parlament të botës deputeti ngrihet thotë zotëri unë kam këtë pyetje. Dhe është i detyruar të jetë korrekt me personin që e pyet. Dhe në qoftë se s'është korrekt, paguon çmimin e saj. Ta thonë jo. Pse? Se ja u dikton Troplini. Ja u diktojnë ata. S'kisha pa ndonjëherë skenat atilla kur. Aja është për film, për Netflix, original. Pra, unë përshëndes dhe shpreh mirënjohje ndaj vëzhguesve. Unë mirë kuptoj. Vështirësitë e tyre për publikimin, ndaj dhe u vonuan raport, se u bën përpjekje të mëdha për ta çuar kalenda. Po jo, triumfoi e vërteta, arsyeja. Edi Rama donte me çdo kusht i raportit mos botohej. Por ja ku është raporti? E keni në web. Lexojini me durim. Ka çdo fjalë dhe çdo presje që kishte raporti i parë. Çdo presje. Çka është një bazë e fuqishme. Shpresë që shqiptarët të ecin drejt zgjedhjeve të lira. Le të bëjnë ç'të duan. Asgjë s'do ndalë përpjekjen tonë për rikthimin e votës lirë tek shqiptarët. Faleminderit. Dy pyetje, por fillimisht dua t'ju vënë ndjeni se kryeministri Edi Rama nuk po është, por është në një aktivitet live duke prezantuar paketën e maleve. Por sa i përket raportit OSB Odir, përfundimtarit kam dy pyetje. E para, duket që raporti është mjaft objektiv, por në asnjë rresht të 46 faqeve nuk flet për fars. Pra, termi fars aty nuk përmendet, përmenden terma zgjedhor, por jo fars. Dhe dyta, pas këtij raporti, çfarë keni ndërmend të bëni? Tani, në qoftë se raporti thot, zotëri, do të kemi pak problemin e kulturës ligjore. Kur raporti thot se u përdoren të gjitha resurset administrative nga partia shtet, nga partia në pushtet, do të thot se nuk kishte fushë të barabartë dhe e ka shkruar jo një herë, po 2 ose 3 herë në raport e ke.
kriteri më themelor i zgjedhjeve është barazia. Nuk ka zgjedhje, ta dish, në terminologjinë profesionale, nuk ekziston terminologjia të lira dhe të ndershme. Bazuar në kartën e Kopenhagenit, të drejta ose të pa drejta. Të drejtat kanë kush themelor barazinë e garës. Uneven field, thot. E thot apo jo? Atë të pyesun ty. Even field dhe even field çfarë janë? Even field, loja barabartë, fushë barabartë. Uneven field, fars. Po si e barabartë është fars në terminologjinë politike. Ata nuk përdorin terminologjinë politike në vëzhguesit. Por në terminologjinë politike ajo është vetëm fars. Merë pak, të lutëm, edhe këta e kanë po, merë pak raportin Këshillit të Evropës. Çfarë thot raporti Këshillit të Evropës? Rekomandon që u votue në Shqipëri të ndahet partia nga shteti. Kaq. Pse kaq? Sepse po që se është parti shtet nuk ka zgjedhje. Ka fars. Ka fars, sigurisht, se shteti merë futet në garë me një emër, që quhet partia X apo Y, me të gjithë potencialin e vetë financiar, njerëzor, dhunën, policin, tjerë, për të rëmbyer mandatet. Pra, e thonë këtë, po të dish me lexue, në gjuhën politike, jo njerë, po disa herë. Aty ku thonë është shkelmua parimin ndërkombëtar, nuk janë, thotë. Nuk përputhen me parimin ndërkombëtar të zgjedhjes sistemi i patronëve. Ka bërë përpjekje titanike Edi Rama për të hequr ato terma. Po do e ndjekin gjerë ditën e fundit të jetës së tij. Nuk hoqë ato më. Se mund të çka bëj. Ka kaluar dhe në kërcënime personale. Nuk i hoqi dot. Nuk shkruajnë ato terma politike. Ata i kanë terma teknike, të barabartë, pa barabartë, me radhë. Po lexosh vetëm mediat. Të lutem. Po lexo pak vetëm kapitullin e mediave. Për të kuptuar që zgjedhje s'ka patur. Nëse ka zgjedhje pa informim, apo zgjedhje ku njëra palë kontrollon 90% të mediave. E ke shif 2 rrjeshtat e fundit të raportit çfarë thot për mediat. I damkos Edi Ramën dhe zgjedhjet. Unë nuk çuditem të dalë tani ndonjë për tyre të thotë që ka shkruajtur aq që s'ka shkruajtur kurrë, zgjedhjet më të mira. Po të rikujtoj një gjë. Zgjedhjet më të kundërshtuara të Edi Ramës 2019, çfarë thotë? Këto zgjedhje plotësuan, me shkrim është aty. Kriteret kryesore të OSBE-u, ndërkombëtare të OSBE-u dirit për zgjedhjet. Edhe i ka shkruar këto një person që unë e kisha shpallë non grata. Po, e kisha shpallë non grata. E vërteta. Po objektivitetin e kishte për veta, jo për mua. Dhe i shkrojti ato. Merri zgjedhjet e 2009, të lutem. Që ky bëri namin, këto zgjedhje thot plotësuan kriteret kryesore ndërkombëtare të zgjedhjeve. Merr zgjedhjet e 2007-s. Ato ishin dizastër, ta them unë ty, sepse Edi Rama, i tmerruar se mund të humbiste, nuk donte me hyrë zgjedhje, nuk donte me bën zgjedhje dhe imponoi për hir të asaj një pamflet, një rregullash të pa imagjinueshme për votuesit. Po ka një frazë në atë. Thonë gjithçka për ato zgjedhje jo mirë, po ka një frazë. Qeveria nuk bëri përpjekje për të ndërhyjur rezultat. Lexoje kjo atë frazë, gjaja atë frazë. Kurse këtu çfarë gjën?
Qeveria bëri 4.500 evente për të nërhyrë në zgjedhje. Qeveria fali 200 milion gjoba për të nërhyrë në zgjedhje. Qeveria ka krijuar sistemin e patronëve për të nërhyrë në zgjedhje. Qeveria dha 28.000 hektar licenca kanabis për të nërhyrë në zgjedhje. Pati blerje masive vote. Në 30% zgjedhjet të qendrave si kërkun standardet. Çfarë lexon ti ta lexosh ti këtë? E di tani për ta se unë e kuptoj që njerëzit kanë një durim në kohë. Një gjë të siguroj. Çdo rrjesht pozitiv, absolutisht, përveç njerit, janë shkruhen për çdo zgjedhje në çdo situatë që bëhen. U administruan me korrektesë. Në diktaturë administrimi është perfekt. Po aty s'ka është vetëm një kandidat. Nuk janë kompetitive, prandaj thash një rrjesht. Ato nuk janë kompetitive, s'ka kandidat shtesë. Ama për administrim, me daulle, poetët i thurin poezi, ditë zgjedhjeve, etj. Vota me fest, kështu që unë nuk them që nuk pati, por këto kanë zgjedhë, besoj se i kanë bërë një shërbim të madh shqiptarëve me raportin që unë e kuptoj. E kuptoj se ndaj dhe u detyrova që ta denoncoj. E denoncova në Asamblenë Parlamentare të OSB-s për pjekjen e Edi Ramës për të ndryshuar raportin. E denoncova në Bruksel, e denoncova në Strasburg, e kanë denoncuar përfaqësuesët e opozitës kudo dhe dështoj me turp. Asnjë rrjesht s'ka ndryshuar. Tani, për sa i përket paketës maleve, ajo është një plaçkitje e madhe që bëhet. Ajo është një, domethënë, Edi Rama me asgjë s'mund të mbuloj armiqsinë e tij të egër ndaj veriut të Shqipërisë dhe zonave malore, por kryesisht veriut, sepse, ta them unë ty tani, në vitin 2012 ne miratuam ligjin në të cilin investimin në të gjithë zonat malore e përjashtonim për 8 vite nga taksa. Por nuk autorizonim vetën. Ti mirënim njeriut qoftë dhe 1 centimetër tokë. Jo. Çka do thot? Ai që do bënte investimin, problemin do e zgjidhte me pronarët. Qofse kishte përzgjedh një tokë që ishte me pronarë. Dhe në veri tokat kudo janë me pronarë. Por në fakt në veri më shumë se kudo se nuk ka shumë tokë. Ta dish këtë. Toka është me shumë me pakic, se është malë, shkrepa, është pyje, është po. Kështu që me këtë që po bën, vetëm po mbjell faren e armiqësive dhe vllavrasjes. Dhe unë ftoj investitorët mos të prekin tokën e tjetrit. Mos prekin tokën e tjetrit. Nuk ka moral kur ti rrëmbesh tokën tjetrit. Bëju bashkë investor me te, bine se tokë, edhe ajo që është komunale, që është shumë interesante, është vërtet komunale. Ato që quhen bjeshk, ato janë me prona atje është dy origjina. Njëra është private. Nuk janë shumica, janë pakica. Po tjerat janë komunale dhe kanë qenë komunale në shekuj. Çka do thotë që ai komunitet është pronar i tyre. Dhe ti pa ujdinë e atij komuniteti s'mund, pse je shtet, s'mund të prekish as 1 centimetër. Është tokë e atij komuniteti. Pra, ç'po bën ky?
ky po merr baron të drogës dhe po i nërsen kundër tokave të qytetarëve. Jo, ky është krim. Ky është krim. E kuptoni, jo 12 vite ai ka investuar në gjithë rrethët e veriut, më pak se në një rreth të kategorisë tretë në zona tjera. Dhe tani thet për paketën e maleve. Ajo është paketa, e tregoj me paketën e maleve, e tregoj me thethin, që u sull më keq se çdo pushtues. Më keq se çdo pushtues. Shkatroj 100 objekte. Del në Sulbic, spionojnë patronazhistat, apo kanë xhelozi dhe i prish tjetrit objektin. Duke mos patur asnjë lloj plani absolut. Sepse s'ka investuar 100 dark, nuk investojnë, s'ka investuar 100 dark. E kam thënë dhe them, sigurisht duhet këtë plan. Dhe sigurisht askush s'mund ndërtoj kudo që don. Jo, se duhet menduar perspektiven. Ato duhet zhvillohen siç kanë qenë, me stane guri, muri thatë, dhe të mbuluara me dru ose me plisa, kanë qenë të sistemuara. Kanë pas ujrin, kanë pas rrethimet, kanë pas të gjitha, kanë qenë bashkësi. Pra, po ta marrë kështu një qytez e Vockel fare, ose një fshat i Vockel, pa ama i sistemuar. Kjo nuk do thotë që të shkojnë dhe ndërtojnë kudo, jo. Po kjo do thotë që shteti do shpenzoj për ta, do t'ja u bëj planin, ku do ndërtojnë. Dhe është fat i madh që po ndërtojnë shtëpi. Është fat i madh. Po kalohet nga koha e mureve të thata në kohën e mureve dhe ndërtimeve solide. Ky çon fadromat, se spionojnë patronazhistat dhe i prishin punë, ja u shkatron për qëllime politike banesat në Bjeshk. Po. Lajdi Bodlli, Syri Televizion. Nuk shikonin ndonjë maksi në këtë raport ose diri zoti Berisha, duke qenë se për votën e diasporës nuk është se merret shumë seriozisht, ndërkohë që opozita ka bërë disa denoncime në lidhje me këtë proces votimi, por dhe vetë rezultatin i cili ka pasur shifra çuditshme. Dhe pyetja e dytë, duke marrë shkaz nga ky raport i cili sipas jush vërteton masakrën zgjedhore, në këto kushte mos duhet që në zgjedhjet e ardhshme të paktën opozita të kërkoj garanci duke kërkuar një qeveri teknike paraprake si në Maqedoni për mos qenë më në këto kushte? Tani, ajo vërejtja juaj është e drejtë. Në raport kapitulli i diasporës është deficitar. Por ai kapitull, sado që është shumë i rëndësishëm, nuk zbe vlerën e madhe të raportit dhe ne doja dërgojmë këtë vërejtje kemi ne për raportin që të ketë një njohuri më të plot dhe do e paraqesim kudo në Europë dhe pjesën e diasporës është e shkurtuar. Është me 2-3 rjeshta, ndonë se deklaron se 23.000 raste, ata 21.000 raste nuk u regjistruan. Por dhe thotë dhe ka dhe një rjesht aty ku thotë se nuk u dërguar në adrese e tjere, por një analizë të plot për diasporën nuk e ka, i mungon raportit. Mirë po, mendoj se me këtë analizë që bëri dhe me faktin që qëndroj të gjitha konstatimeve të para votës diasporës, është një merit në madhe të tyre, se ka nërhyrjet kanë qenë shumë të turpshme nga Edi Rama, edhe ministri i tij. Tani, lidhur me,
Qeverin teknike nuk ta kryon kush, po se kryove vetë, po se imponove vetë. Prandaj shqiptarët, në qoftë se duan të votojnë të lirë, të përgatitemi për betejnë tonë, për protestën tonë, për votën e lirë. Kjo është. Qeveri teknike, ne kërkojmë, por të jemi të sigurt se pa zërin tonë të fuqishëm në rrugë dhe sheshet e këtij vendi, ajo nuk krijohet. Dhe ne duhet të ngrihemi, edhe do ngrihemi. Kjo nuk ka diskutim. Lidhur me reformën, njëherë shfrytëzoj rastin të deklaroj këtu të gjitha dhe të siguroj partitë opozitare, të gjitha partitë opozitare, se Partia Demokratike do bëj përpjekjen më maksimale për përfshirjen maksimale të tyre në komision, dhe ato do jenë një zë që do përfaqësohen. Nuk është e vërtet, unë pash një titull dje që PD dhe PS e akaparuar edhe reformën. Unë ndjej keqarin, domethënë, që gazetar, po ata janë një linjë shumë e veçantë. S'po hyn tani me personalizue problemin me ta, se dijen ato, po kjo nuk është e vërtet për Partinë Demokratike. Partia Demokratike do jetë reform, do jetë në qoftë se shkon, do shkoj me aleatë të vetë, me opozitarët. Dhe kemi besim se ne do gjejmë një gjuhë të përbashkët me të gjithë opozitën. Ne arritëm të gjejmë një kandidat përbashkët për Tiranën, që ishte një gjë shumë pozitive për mendimin tim. Ne do arrijmë pa diskutim për hir të votës lirë, të gjejmë, të kenë përfaqësimin dhe të gjejmë një gjuhë të përbashkët, dhe ne nuk do përdorim kundër aleatëve tanë, kurse si për qëllim tjetër përveç konsensusit, mirëkuptim dhe ujdis. Këtë ta mësojmë dhe shkojnë çfarë do në tituj, po e vërtet do jetë kjo. Faleminderit shumë.